se erdhi marsi tani, deri me datë 30 qershor, pa që thot 4 muaj. Domethënë, ne mbyllim reformën me 4 muaj dhe ndërkohë sondazhi na zgjas të 3 muaj. Kjo është absurde. Ose keni paracaktuar reformën, ose nuk keni bon sensin për të krijuar një reformë që është koherente edhe njëherë me shtetet e Bashkimit Evropian. Dhe me problematika që ka krijuar sot në Shqipëri, që është zbrazur Shqipëria për shkak të reformës territoriale, që ke toka pafundjer, ka shërbime pafund dhe që mos bëj rolin e zhurmuesit tani se nuk të ka dhe lezet. Po pra. Kështu që unë propozoj që të mos merremi me këtë se ju duket sikur Bibla, por në fakt ju nuk respektoni edhe Kushtetutën kur është për ta zbatuar. Jo të zbatojmë tani një servirje që na keni bërë, rrezik e keni bërë me ChatGPT edhe na sillni se çfarë duhet bëjmë. Pra, të krijojmë terrenin, të marrim modelin e vendeve tjera, të grumbullojmë të dhënat që kanë qenë deri në 2015 që ka qenë për 373 njësit, shohim dhe kush ka qenë kauza që u bë reforma atëherë, shohim dhe standardi që është krijuar sot pas 10 vitesh, dhe ndërkohë këto problematika që ne i konstatojmë, ti zgjidhim nëpërmjet një reforme. Zotëm Ziu, 2 fjalë shkurt. Po jo për çdo gjë sqarim tani. Do të maziku. A ta marr fjalën se tash drejtari mund duhet marr leje ty, domethënë që ta marr fjalën se s'po kuptoj këtë situatë. Jo, nëse ashtu pastaj ndryshon. Jo, s'ka problem fare. Thelbi është që adresoj një dokument pune që kemi propozuar ne. Dhe mendoj që në respekt të parafolësit, po tani jo përgjigje për çdo folës, një kundër përgjigje. Nuk ka problem. Tani, me qënë se ka një debat për çështjen e kohës, se u hodh dhe insinuata këtu që ka një grup që jemi ne që duam të sabotojmë çështjen e reformës në kohë, shtrirje saj në kohë, ne kërkojmë kohë më shumë, ndërkohë që koha qenë ka e përcaktuar edhe me një vendim parlamenti. Domethënë ne jemi brenda një këmishe force që duhet patjetër ta heqim atë në kohën që na e kanë përcaktuar të tjerët. Të lutem se unë nuk të ndërhyra fare kur fole, edhe këtu jemi njerëz, se tani unë dëgjova edhe këtë tjetrën, që të ecim dhe nëse kërkohen ndryshime t'i bëjmë gjatë rrugës, por nëse i votojmë sot ne, na del ti dhe na thua po i kemi votuar një herë. A e kuptoni domethënë çfarë logjike përdoret këtë rast? Që nuk funksionon kjo lloj mënyre. Prandaj kërkojmë arsye.